seanca u zhvillua që nga ora 9:30. U parashtruan, do t'ju them që ne e ritheksuam dhe njëherë mungesën e faktit penal, shkak për cilin e kemi kërkuar pushimin e çështjes, por pjesa tjetër e mbrojtjes tonë e të gjithë subjekteve në këtë proces ishin pavlefshmëritë. Pavlefshmëritë e të gjitha akteve, të cilat janë marrë shkeljet e ligjit procedural penal. Ky është një manual shkeljesh, libri i procedurave të këqija. Kjo dosje, në të cilën gjen akte të pakomunikuara, ekspert të palicencuar, firma të falsifikuara, të cilat prokurori dëgjon dhe hesht. Imagjinoni në këtë çështje kur Sali Berisha akuzohet, është i pandehur, dhe Edi Rama nuk thirret, që është autori i ndryshimit destinacionit të Truallit, të klubit Partizani, i cili ka hapur siparin e gjithë kësaj procedure që deri në ndërtim, të lutem. Dhe zoti Rama nuk është thjesht e keni konstatuar, se duhet ta kuptojë opinioni publik. Absolutisht ne e kemi kërkuar, por ju duhet të kuptoni një gjë. Deri tashi nuk kemi të bëjmë me gjykimin, kemi të bëjmë në seancë paraprake, nuk mund të thrasim dëshmitar. Ne kemi kërkuar organit procedus, po. Dhe unë nuk kam dëgjuar deri më sot që një prokurori të ketë firmën e një personi të thjesht s'ka rëndësi, apo kryeministër apo ministër, dhe ta thras në cilësinë e deklaruesit, po themi, dhe të marrë informacion rrethanat në të cilat është firmosur, në kuadër të kujt plani apo projekti është firmosur, e kupton, sepse dekriptimi atij momenti sqaron shumë momente të tjera më pas. A e sqaroi prokuroria posaçme përse nuk e ka thirrur zotin Rama për ta pyetur në këtë proces për sa kohë ju e bët kërkesë legjitime para gjykatës? Po ju e dini që prokurorët nuk kanë dhënë ndonjëherë përgjigje. Ata kanë kodin e heshtjes kur flasim ne, dhe pastaj kanë atë akuzën e tyre. Atëre, seanca sot u shtyp për mungesë të zotit Hasneziri për shkak shëndetësor, ai kishte një raport mjekësor, u caktua një avokat kryesisht, po sigurisht në funksion të një procesi efektiv mbrojtës. Gjykata vendosi që zoti Hasneziri të përfaqësoj sepse është seanca e fundit, domethënë pretendimet e fundit, dhe ai ka gati në fakt konkluzionet, për arsye shëndetësore nuk u paraqit dot. Pra në funksion të një mbrojtje efektive ai duhet të jetë se s'bën personalisht, kështu që u shtyp për datë 23:13. Zotë Gjekutaj, ka dhe një perceptim që nëpërmjet normave të ndryshme, qoftë edhe për shkaqe procedurale, po tentohet që të shtyhet kjo mendimmarrje e gjykatës në këtë moment procedurial deri në përfundimin e zgjedhjeve të 11 maj, duke patur parasysh edhe afatin 30 ditor të momentit të seancës paraprake. Faleminderit. Tash afati 30 ditor kur është parashikuar në 2017, kur është bërë kodi procedurës. Edhe ligji nuk ka parashikuar çështje të tilla, e kupton, të stisura dhe të sajuara. Do t'ju them vetëm një diçka, keni parë ju procese që kanë prova të plota dhe të sakta që të zgjasi seanca paraprake kaq? Si e kuptoni ju zgjatjen e kësaj seance? Është komplekse. Nuk është komplekse, nuk ka asnjë provë. Dhe neve jemi detyruar. Varet si e lexon zoti Gjekutaj. Shiko. Se njëra anë e lexon për shkak si mungesë provash në anën. Ju po flisni për nivel, ju po flisni për nivelin e leximit, cilësinë e leximit, apo leximi si